Edhe pse të pritshme tarifat tregtare për të gjithë mallrat që hynë në SBA pritet të sjellin një val të re inflacioni. Në mënyrë të qoftë të drejt për drejt, por edhe të tërthort, pritet kemi një rritje të inflacionit. Pra, çka në një farë mënyrë edhe kur kemi një rritje të inflacionit, mirë se keq të gjithë mallrat dhe shërbimet do të preken, pavarësisht se nuk do të kemi dhe nuk ka tarifa midis Shqipërisë dhe vendeve Bashkimit Evropian ose të vendeve Ballkanit Perëndimor. Në rastin e Shqipërisë, kur tarifa e vendosur nga Shtetet e Bashkuara për eksportet shqiptare është 10%, pasojë sipas ekspertëve do të jetë shtrenjtimi i tyre. Një tarifë qoftë edhe 10% minimalisht do të shtrenjtojë në të dy krahët, të paktën në pjesën e eksporteve, pra do të shtrenjtojë për tregun e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Çdo produkt shqiptar që do të eksportohet do të tarifohet me një kosto shtesë 10%, sigurisht në raport me shtetet tjera ku janë më të larta, të dukshëm më të larta, sigurisht do kemi një lloj avantazhi. Në kushtet kur produktet shqiptare tarifohen më pak se mallrat e disa vendeve të Ballkanit Perëndimor, ky moment mund të shfrytëzohet nga Shqipëria. Këtu mund të lindë një mundësi relativisht e mirë për të shfrytëzuar në raport, po themi, me Maqedoninë e Veriut, Bosnjën, Serbinë, që këto shtete të kalojnë nëpërmjet Shqipërisë për rieksportimin e mallrave të tyre. Duke marrë në konsiderat vendimin që mund të marrë Bashkimi Evropian për të kundërpërgjigjur me tarifa ndaj SBA-s, Shqipëria sipas ekspertëve mund të veprojë njësoj, duke qenë se aspiron për të integruar, por mund të vendosë edhe për të ruajtur marrëdhëniet gjeopolitike me Washingtonin dhe për të mbrojtur konsumatorin shqiptar nga rritja e çmimeve për mallrat e importuara nga SBA.